Si koalicion Vlen, do të insistojmë deri në fund që çdo kush që bashkëpunon me BDI-n të mos jetë pjesë e kësaj qeverie. Ky është qëndrimi i kryetarit televizjes Besa Bilal Kasami, kur u pyet se si e komenton epilogun e takimit të mbrëmshëm të kryeministrit Hristijan Mickovski dhe ministrit të shëndetësisë Arben Taravari. Sonde do të ketë një takim mes krerëve të Vlenit dhe kryeministrit Mickovski. Punim me BDI-n dhe vazhdim të qëndrimit në qeveri nuk është e pranueshme për ne si koalicion Vlen. Ne këtë ja kemi bërë të ditur edhe Arben Taravarit, por edhe kryeministrit. Ne nuk paragjikojmë qëndrimin e kryeministrit, por si koalicion Vlen do të insistojmë deri në fund që çdo kush që bashkëpunon me BDI në këto rrethana kur BDI është në lista të zeza, BDI është parti që duhet të japë llogari për korrupsionin e funksionarëve të lartë të saj, nuk mund të jetë e pranueshme. Sonte kemi një takim me kryeministrin ku besojmë të sqarojmë edhe këto situatë. Kasami është shprehur se sonde do të shqyrtojmë pozicionin e tyre në qeveri me Mickovskin, duke u thirrur në marrëveshjen e nënshkruar për bashkëqeverisje. Të bashkëbisedojmë rreth, koalicionit qeveritar dhe rreth asaj që kemi thënë se ne si koalicion Vlen kemi pasur një marrëveshje për themelim të qeverisë me VMRO-DPMN dhe sigurisht në kuadër të asaj marrëveshje do të rishqyrtojmë edhe një herë pozicionin tonë se si më tutje si koalicion Vlen në raport me kryeministrin dhe qeverinë. Si është e pranueshme dhe këtë e tha edhe kryeministri se nuk mundet të bashkëpunoj me një parti opozitare, këtë rast me BDI-n dhe të vazhdoj të jetë në qeveri. Ne me kryeministrin duhet të sqarojmë këtë situatë, qëndrim të cilin e kemi pasur të përbashkët sa i përket vazhdimit të qëndruarit në qeveri dhe të njëjtën kohë bashkëpunimit me një parti të cilën ne e llogaritim të inkriminuar në raste të krimit, korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Sipas Kasamit, takimi mbrëmshëm për 3 orë mes Taravarit dhe Mickovskit është dëshmi se kush serviloset për të qëndruar në qeveri. Përgjithsisht personi në fjalë në vazhdimsi ka kontradikta mes fjalëve dhe veprave. Ai e tha në vigjilje të takimit me kryeministrin, kur doli se në gati 3 orë kush në fakt është servilosur për të ndëjtur në qeveri dhe në këto rrethana ne si koalicion Vlen jemi aty ku jemi që nga fillimi në drejtim të implementimit të marrëveshjes që kemi me kryeministrin si rezultat i koalicionit të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Në asnjë moment ne si koalicion Vlen nuk e kemi diskutuar a do të jemi ose jo në qeveri, sepse në vazhdimsi po punojmë, do kisha thënë 24 orë për implementim të marrëveshjes së koalicionit dhe realizim të programit qeveritar, por ata të cilët kanë pasur dilema rreth qëndrimit të tyre në qeveri dhe sigurisht që luten për të vazhduar të jenë pjesë e qeverisë duhet të sqarohen se përse servilosen. Ndryshe, kreu i Lëvizjes Demokratike pjesë e Vlen, Izet Mexhiti, ka shkruar një shkrim në rrjetet sociale, ku flet për besën dhe fjalën e dhënë, ndërkaq përmend dhe afate. Fjala e dhënë, besa, është një nga shtyllat kryesore të kodit të nderit ndër shqiptar. Besa është besimi, ndershmëria dhe përgjegjësia ndaj fjalës së dhënë. Një njeri që e besën është lidhur moralisht dhe shpirtërisht për ta mbajtur atë premtim, edhe nëse kjo do t'i kushtoj shumë. Kur shkilet fjala e dhënë, është thyer buka. E buka që thyet nuk ngjitet, as me takime të njëpasnjëshme, as me afate një mujore, sepse besa nuk është thjesht një zotim. Ajo është një garanci nderi, që në histori ka qenë më e fuqishme se çdo dokument ligjor, ka shkruar Mexhiti.